Adri dhe Iliriana sollën projektin e dytë me protagoniste në videoklip Gjenetën. Siç edhe pritej, vëmendja nuk shkoi vetëm tek muzika, por tek finalistja e Big Brother VIP Kosova edicioni i tretë, e cila shfaqet në disa skena emocionuese duke qarë dhe duke mbajtur një bluzë të zezë, detaj që ndezi menjëherë rrjetin. Fansat vunë re ngjashmërinë e bluzës me atë që dikur i përkiste gjestit, ish banorit me të cilin Gjeneta pati një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi. Burime mediatike konfirmojnë se bëhet fjalë pikërisht për bluzën e tij, një nga gjërat që Gjeneta ruajti për vete pasi gjesti u eliminua nga televotimi kokë më kokë me Drilonin. Në rrjet po qarkullojnë edhe fotot e Gjenetës në shtëpi me të njëjtën bluzë, komentet në rrjetet sociale shpërthyen, ajo është bluza e gjestit, se heq nga duart. Mos janë takuar pas daljes nga Big Brother. Gjeneta ende e ruan si kujtim? Kujgojmë se edhe me këngën Pishman, ajo u përfol se mund të ishte një dedikim për të. Tani, me Haram, ajo duket se ja vëvulen duke shfaqur edhe bluzën e gjestit, një detaj që fansat e kanë vënë re menjëherë. Gjeneta pak javë më parë gjithashtu pati një intervistë të fortë emocionale në Seluan Topi, ku rrëfeu pengjet në raport me gjestin. Kur gazetarja Erjona Rusi e pyeti nëse do e takonte, ajo nuk e hodhi poshtë, ajo shprehu dëshirën që, në një situatë më të lirë dhe pa presion nga të tjerët, të kishte mundësinë të fliste vetëm me të, duke ruajtur një marrëdhënie të sinqertë dhe të hapur. Edhe nëse nuk janë të destinuar për njëri tjetrin në mënyrë romantike, ajo thekson rëndësinë e respektit mes tyre, sidomos gjatë momenteve të vështira. Detaji i bluzës dhe rrëfimet e Gjenetës kanë rindezur fansat. Por ju si e shihni, a ishte një mesazh i koduar për gjestin? Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.